Në fund të këtij muaji pritet të fillojë ndërtimi i pjesës së dytë të autostradës Shkull-Blac, njoftoi kryeministri Hristijan Mickoski, duke siguruar se janë përmbushur kushtet që të nisin punat në terren. Овој месец официјално ќе започне изградбата, завршени се сите формални и секакви процедури поврзани со патската делница Блаце-Скопје. Мислам дека почетокот е закажан на 26 август, сега не би сакал да ме држите за збор, но мислам дека таа беше датата. Конечно, овој деценијски проект кој што беше најавуван, конечно имаме изведувач, тоа е повторно домашна компанија, имаме надзор, сите, би рекол, услови се исполнети за да отпочне градбата на овој автопат. Për momentin po punohet në 1200 lokacione në gjithë Maqedoninë, u shpreh Mickoski, duke shtuar se në shtator pritet të fillojë ndërtimi i segmentit Bukojqan-Kërçov, ndërsa për autostradën Kërçov-Ohër paralemroi për shpejtim të punimeve dhe përfundim gradual të saj. Во септември очекувам уште еден автопат, автопатска делница, тоа е Букојчан и Кичево. Исто така да започне. И на засилена динамика да го привршуваме автопатот Кичево-Охрид. Очекувам делницата од Извор до Врбјани да биде пуштена од прилика втората половина на октомври месец, а целокупната делница да биде во првиот квартал од следната 2027 година. Kryeministri po ashtu theksoi se me dinamik të shtuar po vazhdojnë aktivitetet ndërtimore në 3 segmentet e korridorit 8 dhe korridorit 10D, Prilep Manastir, Tetov Gostivar dhe Gostivar Bukojqan. Mickoski bëri të ditur se aktivitetet ndërtimore do të intensifikohen edhe me seksionin hekurudhor 2, cili përbën krahun lindor të korridorit 8, si dhe me seksionin 3 për të cilin thirrja publike pritet të shpallet së shpejti. Sipas tij, sfidat administrative tashmë janë tejkaluar, ndërsa nëse gjithçka shkon sipas planit, në fillim të vitit të ardhshëm pritet të përfundojë studimi i fizibilitetit dhe të nisë puna në korridorin 10.